ku Edi Rama paralajmëroi qoftë ministrat, qoftë deputetët se ata do duhet të dalin sërish në terren dhe të dalin përballë shqiptarëve në fund të 2027-s. Çfarë kërkonte të thoshte Edi Rama në këtë rast, nga po e ndjen presionin që cakton data të tilla dhe kërkon një riangazhim me elektoratin? Rama në data 2027 Rama mendon se do të jetë akoma, dhe pretendon që të jetë akoma kryeministri i këtij vendi, pasi mos harroni se në 2027 bëhet samiti i NATO-s në Shqipëri, patjetër që do jetë prezent Trumpi, dhe ai mendon se do të jetë pritësi i këtij samiti, organizatori dhe pritësi i këtij samitit, por mos harrojmë se në samitin paraardhës, ku ky u caktua, domethënë si kryeministri u caktua që do jetë Shqipëria vendi mikpritës, dhe në atë takim Trumpi as nuk e pa me sy jo më të takonte, ishte rast unikal domethënë që të shpallet një vendi organizator dhe njerëzit ose kryetari i NATO-s mos ta takoj. Kështu që Rama tashmë kërkon të shfaqsohet dhe të bëj atë, të vazhdoj atë propagandën e tij për sa i përket të gjithë dështimeve që janë bërë të njëpasnjëshme, qoftë tek rrugët, qoftë tek përmbytja që ndodhi, dhe tashmë Rama, ajo që unë e kam thënë, politika amerikane nëpërmjet edhe politikës së SPAK-ut ka bërë atë që e ka zhveshur Ramën ditë pas dite e ka zhveshur. Pra qoftë edhe me ato arrestimet që njerëzit i kanë quajtur të dorës dytë apo dorës tretë, derisa arriti tek Balluku, te zëvendësja e tij, domethënë, ku ai për Balluku nuk ka thënë kurrë që nuk ka hëngër dardha siç ka thënë për tjerët, por e ndjen domethënë atë frikën e ndëshkimit të tij, domethënë ndjen atë peshën që po i afrohet. Unë kam thënë Rama duhet të zgjedhë, do jetë në Amerikë apo në Shqipëri, ku do e bëj burgun, se ai nuk i shpëton drejtësisë. Në mënyrë absolute ai nuk i shpëton drejtësisë. Por një nga presionet, po e u ritheksoj, një nga presionet që Rama bën dhe në atë takim, gjuha që Rama flet dhe foli në atë takim, ishte presioni për t'i bërë presion. Thash, qoftë deputetëve, qoftë edhe ministrave, për të dalë në terren, pra jeni ju fajtorë dhe nesër ju, kur të vinë në radhë në parlament për të heqë imunitetin, ju duhet ngrini kartonin për ta mbrojtur imunitetin. Këtu është gjithë, pra jeni të gjithë fajtorë. Tani, duke qenë gjithë fajtorë, ne duhet të mbrohemi. Si do mbrohemi? Duke mos i hequr imunitetin, se Rama e di shumë mirë tashmë që gjykata kushtetuese pas takimit të dieshëm me të dërguarën e ambasadës amerikane, jeni të bindur që ajo gjykat nuk do guxoj më të marrë ato lloj vendimi që ka marrë. Jeni të bindur. Dhe ai tashmë i ka ngelur e vetmja armë që Rama ka në dorë dhe e komandon deri tani. E komandon, po nga pikpamja e jashtme e komandon, sepse kur vi punat e vota, jeni të bindur që asnjëri nuk do guxoj aty që ta ngrej kartonin kundër heqjes imunitetit të Belinda Ballukut apo çdo lloj njeriu që do vinë për të kërkuar heqja e imunitetit në atë sallë. Zoti Merkoçi, në konferencën e fundit që u mbajt në Tropoj mes kryeministrit Edi Rama, të dërguarës me punë të Shtetet Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn, dhe ku e pranishme ishte edhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, Edi Rama deklaroi se Shqipëria mund shkoj edhe me Kinën nëse nuk do t'i ketë punët mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ju si e cilësoni këtë deklaratë të Edi Ramës? Çfarë kërkon të jap? Pra, çfarë mesazhe kërkon të jap në këtë rast? Jo, Rama, unë jo më kohë kam qytë për ta voqë Sorosit, ka njeriu i cili do të dali kundër politikës së Trumpit është Rama. Faktur Rama. Unë u kam thënë në kohë, se po e ripërsëris, në dasmën e Aleksit nuk ka qenë dasmën, ka qenë mbledhja e kabales Sorosit në shfil dhe gjithë. E majta ishte mbledh aty dhe Rama u caktua personi i cili do të jetë përfaqësues i tyre për Europën. Dhe të gjitha deklaratat nuk janë deklarate të kota. Nuk janë tashmë dihet përplasja strategjike që Amerika apo Trumpi ka me Kinën, dhe po të shohësh gjithë lëvizjet në Europë po bëhen të gjitha të çojnë tek ajo dobësimi sa më shumë i Kinës, ndikimit të Kinës në lindjet mesme në gjithë vendet,
dhe po sulmohet në të lloj forme. Rama bëri atë pjesën e atij garipit, po ta qymë në gjuhën e zhargonin e përditshëm. Dhe për t'i treguar që ne jemi domethënë të mirëpritur nga Kina, pasi nëse Amerika na bën numra, pra nuk na pranon, nuk na bën, nuk don. Dhe ky e ka portën e hapur tek Kina, se Kina po e shitet si pikë mjalti këtë. Dhe kjo nuk është se është politike shtetit shqiptar, kjo është politike individit, pra politike Sorosit e cilët e përcjell nëpërmjet gojës së një kryeministri, sepse po ta vëni re të gjithë deklaratat e Ramës nuk merren si deklarata e individit. Të gjithë i trajtojnë në të gjithë mediat e botës, po ti shohësh e trajtojnë si deklarata e kryeministrit të Shqipërisë, jo si Edi Rama. Pra, me një peshë shumë më të madhe kur je kryeminist, dhe Rama pikërisht prandaj është caktuar portavoce e Sorosit. Dhe ajo që Rama bëri, që u thash, Rama bëri atë lloj lëvizje pa lajmëruar. Rama nuk ka qenë në protokoll për të qenë në atë takim. Rama ka vajtë në sekondat e fundit vajti me gjithë Belinda Ballukun. Pra, çka do të thotë që ky bëri përsëri atë kashillikun kashi ambasadores apo vetë politikës amerikane apo Trumpit, se tek e fundit ajo është përfaqësuese direkte e presidentit, nuk ka se si tjetë ndryshe, pavarësisht se nuk është ambasadore, pa ambasadore quhet themi. Dhe ky bëri atë kashillikun, pra i uli në krah një person i cili është e pandehur, dhe vetë një person i cili është i vdekur politikisht. Rama është i baruar, i vdekur, nuk ka, thash, qoftë edhe tashmë ai dhe lëvizjet në Europë nuk i ka më. Ju e pa që ai vajti në Katar, edhe në Katar që vajti pikërisht ka vajtur për të falur dhe për të bërë Katarin si një urë lidhëse me Trumpin. Gjë që prapë nuk e arriti. Ka dërguar edhe njerëz të tjerë, edhe individ. Sot që flasim, ka edhe individ të cilët Rama i ka dërguar në Amerikë për të komunikuar, për të sjellë dhe për të bërë këto lloj manovrash. Dhe por çfarë ndodhi? Ndodhi që ajo që ndoshta Rama se priti, ajo bëri një lëvizje sinqerisht tepër diplomatike, sepse nuk lëvizi fare nga vendi, nuk i hodhi shikimin fare, madje hoqi dhe kufjet nëse e vuta re. Dhe nuk takoi njëri, pastaj iku dhe pas këtij takimi, ajo që ishte lëvizja më e fortë themi ambasadorës të themi tashmë, është që vajti në gjykatën kushtetuese dhe bëri takim në gjykatën kushtetuese. Dhe mesazhi në gjykatën kushtetuese ishte luftë kundër krimit të organizuar. Gjykata kushtetuese nuk është gjykatë fakti që dënon. Pra, që merr çështje dhe dënon për krimin apo për këtë. Por ky ishte mesazhi, madje ajo shtoi dhe më tepër kur tha që kjo është edhe fjala e Trumpit, e presidentit Trump. Pra, sinjali ishte shumë i qartë. Prandaj thash, gjykata kushtetuese nuk do guxojë më të japë të lloj vendimi që dha. Dhe Rama tashmë e ka marrë këtë lloj sinjali. Duke marrë këtë lloj sinjali, Rama mblodhi grupin parlamentar, deputetët, ministrat, për të thënë tashmë që këtu jemi, se të gjithë ata e din shumë mirë dhe janë të qartë. Por është ajo dilema tashmë, të dalim kundër Amerikës apo të qëndrojmë me Ramën. Me Ramën të qëndrojmë për sa kohë drejtësia nuk vepron, por në momentin që vepron drejtësia, ata do shkëputen nga Rama. Sepse dhe votimi që bëhet për heqjen e imunitetit në parlament bëhet një votim i hapur. Pra çdo deputet të deklaron votën. Është vote hapur, jo e mbyllur. Nuk bëhet as me letra, as me kështu, bëhet me karton. Mos harroni sepse në përlozha janë qoftë ambasadat, qoftë ambasadorë amerikane, qoftë kryetari i SPAK-ut, janë të gjithë janë aty. Dhe mos harrojmë se të gjithë ata janë me dosje. Të gjithë deputetët janë me dosje. Mos i quheni apo ministrat të jenë pa dosje. Nuk ka njeri aty që nuk është i përlyer. Edhe ato që janë të futur rishtas, sepse janë të lidhura me grupet kriminale. Janë të lidhura. Një kalamat marrë 20.000 vota.
patjetër, dikush ka dikë mbrapa. Atë që nëse unë ju kam thënë që kur Belinda Balluku doli nga spaku me si e pandehur, por në thash që Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun dhe Belinda Balluku nuk e dorëheqën. Dhe kështu ndodhi. Sepse janë unë ju thash nëse Rama do guxoj ta shkarkoj, do filloj plasi lufta rrugës dhe Rama ka hallin në kokës vet. Nuk ka hallin Rama se Belinda do shkoj, e di shumë mirë që Belinda do përballet me drejtsinë, me imunitet pa imunitet. Por problemi është do ta mbajmë në trysni. Deri tani, në këto momente që flasim, Rama i mban në trysni, por i bindur nëse do të shkojë në sallë të kuvendit nuk e realizon dot me ato kartona pavarësisht nga presioni që të mbaj imunitetin e qoftë Belindës tash apo të çdo lloj deputeti që është aty i përlyer, ministër, deputet, këtë çfarë do.